Emina Çunmulej ka ndarë me ne dietën e saj më të re. Një hamburger, patate të skuqura ose thënë ndryshe junk food. Ky bebi e mori në qafë Eminën. Shpresojmë të mos shtoj shumë në peshë. Kjo është mënyra si e kalon Bleona kohën e saj të lirë. Këngëtarja seksi ka shkuar në një kazino dhe ka nisur gambling. Ajo thotë se ka një talent natyral për këtë lojë dhe s'na vjen as pak çudi. Jemi kurioz të dimë sa para fitoi Bleona dhe sa meshkuj mundi. Ja dhe Davi që na tregon se cilat janë ushtrimet e saj të preferuara. Ajo shfaq në Instagram duke bërë squats dhe mund të themi se i bën mjaft mirë. E kush nuk do të donte të shihte Davin duke bërë squats? Nuk di nëse ka ndonjë projekt muzikor, por nëse ka, do të duket super hot në klip. Ja se si ka reaguar Angelina Hadërgjona pas konflikteve me të dashurin. Zero fucks given. Pra duket se nuk janë ndjen fare. Po mirë, nëse nuk janë ndjen fare, pse poston kështu fotosh me kështu nënshkrimesh? Kur i jep rëndësi diçkaje, e bie që ta ndjen apo jo. Gjithsesi, Angelina duket super seksi.